Kjo nuk është thjesht një ceremoni diplomimi, është një moment të reflektimit dhe mirënjohjeje, një përqafim i ngrohtë ndaj kujtimeve që nuk do t'i harrojmë kurrë. Në ambientet e shkollës profesionale të Fierit, Petro Sota, u mbajt ceremonia e diplomimit për maturantët e vitit 2025. Ky është një moment i rëndësishëm për çdo nxënës, mësues dhe familje, pasi ata përmbyllën një periudhë të gjatë përpjekjesh dhe mundimesh, që tani po shpërblehen me diplomën e merituar. Ceremonia u hapi një fjalim të ngrohtë dhe motivues nga drejtoresha e shkollës zonja Arta Leka, e cila theksoi se ky vit ka qenë i mbushur me sfida por edhe suksese. Ajo u drejtoi maturantëve një mesazh inkurajues, duke i uruar që të mos ndalen së kërkuarit dituri dhe t'i besojnë mundësive që u ofrohen përpara. Sot jemi mbledhur për të përmbyllur një kapitull të rëndësishëm në jetën tonë. Për disa ky është fundi një udhëtimi të gjatë me orë të panumërta mësimi, për të tjerët një ndalesë reflektimi përpara nisjes së rrugëve të reja. Sot është dita kur mbyllim një derë, por pa haruar se ajo derë çon drejt shumë të tjerave që tashmë janë duke pritur të hapen. Sot jeni më të rritur, më të pjekur, më të gatshëm për të përballuar botën që ju pret përtej mureve të kësaj shkolle. Në fjalimin e saj, ajo bëri një pasqyrë të vitit të kaluar, i cili pati momentet e tij të ngrohta dhe ditët e vështira. Ky vit, si çdo vit tjetër, pati ditë me diell dhe ditë me re. Kishim suksese për të festuar, por edhe sfida që na vu në provë. Disa prej jush mund të kenë ndjer lodhjen, zhgënjimin, hezitimin, por më e rëndësishme është se qëndruat. Nuk hoqë dorë. Shkolla ka arritur të realizojë akreditimin e plotë si një garanci e standardeve të cilësisë për të ardhmen e maturantëve. Ky akreditim është një arritje e rëndësishme që siguron një arsim profesional të nivelit të lartë për të rinj që po fillojnë karrierën e tyre. Për mundësitë e ardhshme, drejtoresha i inkurajoi maturantët që të shfrytëzojnë mundësitë që do t'u ofrohen. Kemi arritur të realizojmë akreditimin e plotë të shkollës, që do të thotë garanci e standardit të cilësisë për të ardhmen tuaj. Ata që do të ndjekin studimet e larta duhet të vazhdojnë të shkëlqejnë dhe të kontribuojnë në shoqëri si profesionistë të denj, ndërsa ata që do të hyjnë në tregun e punës do të gjejnë mundësi të shumta, duke përfshirë mundësitë për punësim nga partnerët e shkollës, si Jura Corporation, Vegas Group dhe kompania Abcons për parkun fotovoltaik Blue 2, të cilët kanë ofruar pozita vakante për teknik elektricist, elektromekanik, operator në stacioni dhe mekanik. Ata që do ndjekin studimet e larta do të kenë përgjegjësinë ta çojnë më tej dijen dhe pasionin e tyre. Ju uroj të shkëlqenin auditorët e rinj dhe të ktheheni si profesionistë të Zot që japin vlerë shoqërisë. Ata që zgjedhin të hyjnë në tregun e punës do të gjejnë përkrahje në projektet dhe mundësitë që ofrohen për të rinjt dhe sidomos në bashkëpunimet tona me bizneset partnere dhe zyrat e punësimit. Në përmbyllje drejtoresha bëri një thirrje që maturantët të mos e lënë talentin e tyre të mbetet në heshtje, por të punojnë me guxim dhe disiplinë për të arritur qëllimet e tyre. Por tani që jeni maturantë të diplomuar, koha ju kërkon një përkushtim më të qartë dhe një vendosmëri më të madhe. Nga sot, e ardhmja është më shumë në duart tuaja se sa ka qenë ndonjëherë. Disa prej jush, me pasionin që keni treguar në praktikat profesionale, do të jenë të vetë punësuar, si shumë prej ish nxënësve tanë që sot menaxhojnë biznese të suksesshme. Dua të përfundoj me një thirrje. Ju lutem, mos e lini talentin tuaj në heshtje. Mos u kënaqni me pak, kur brenda vetes tuaj keni shumë. Ceremonia u mbyll me shpërndarjen e diplomave dhe përshëndetje nga nxënësit dhe mësuesit, të cilët shprehen krenar për arritjet e maturantëve dhe i urojnë për sukseset e tyre të ardhshme. 5, 4, 3, 2, 1